Mbrojtje të Ramiz Ladrovcit, edhe 37 kryetarë tjerë të komunave në Kosovë janë, edhe se cilin qëto blokohet. E vërtet është që s'din. Po se kanë dërguar në gjykatë kushtetuese. Nuk është veç Drenasi që blokohet. Pa i to mbre, nuk s'po them për gjë. Për vitin 2024, sipas raporteve zyrtare, për vitin 2024 janë 3.5 milion që i ka pagu komuna e Drenasit pagesa përmbarimore. Gjithherë duke u thirrë në raportin zyrtar të Ministrisë Financave, detyrimet kontingjente, borxhet e papaguara në 2024 për komunën e Drenasit janë 194.572 euro. Për të dhëna tjera ma detajume, bëse mundem më referua dhe raportev. Kur bëhet fjalë të raporti auditimit, komuna e Drenasit për këto 4 vjet 2 herë ka marrë raport kualifikun. Ka marrë raport kualifikun në vitin 2022 dhe ka marrë raport kualifikun në vitin 2024. Madje për shkak të raportit kualifikun në vitin 2022 ka humbë edhe garen për grant performances. Ai e ka fajsu zotri Ladrovci, e ka fajsu kontratën kolektive, po ka keq menaxheme dhe keq klasifikime edhe të shpenzimeve tjera. Është vërtet që prej kontratës kolektive dalim, po ka edhe çështje tjera, se mundi me lexuar edhe raportet zyrtare të auditimit, ka mungesë të projekteve kur hartohen kur shpallen tender, ka kontrata me prokurim që i marrin se tash nuk po mujnë kontratë mbi vepër, kanë marrë me çto, po do të me bë me të farë kontrata për shërbimet veçanta me marrë staf, edhe nuk ka me keq përdor, po ta përmendi veç një tender që është dhënë për komunën e Drenasit në shtator vitit 2024, është blet dru dhe pelet për shkollat edhe për ambulantën e Drenasit, edhe do më thonë nëse llogarit me çmim tregut janë 418.000 euro mbi çmimin e tregut. Unë këto e kam adresu edhe ma heret, edhe na nuk kemi, do më thonë kemi me i bo sipas kritereve të nderët, po edhe kemi bo me çmimet përgjithshme, e kemi më interesu që me gjejtë çmimet më të lira, pa ndërhyjë gjithherë në treg, po jo me marrë me çmimin e parë që të vjen me një çmim stratosferik. Peleti ka kushtuar në treg 220, komuna e Drenasit e ka bler 360 euro tonin, drut kanë kushtuar 65, komuna e Drenasit i ka bler 95 euro tonin.